E vërteta për qumështin industrial dëhëre qumështin e fshatit. Çfarë po opini në të vërtet? Qumështi është një nga produktet më të konsumuar në botë. Çdo ditë, miliona njerëz e përdorin atë për të pirë, për të bërë kafe, për të përgatitur ushqime dhe për të ushqyer fëmijët e tyre. Por, a keni menduar ndonjëherë se çfarë ndryshimi ka midis qumështit industrial që gjeni në supermarket dhe qumështit të freskët të fshatit? Sot, shumë njerëz besojnë se qumështi i supermarketit është i pastër, i kontrolluar dhe i sigurt për konsum. Por, e vërteta është ndryshe. Shumë nga këto qumështra përpunohen në atë mënyrë që humbin një pjesë të madhe të vlerave ushqyese dhe madje mund të jenë të dëmshëm për shëndetin. Në anën tjetër, qumështi i fshatit i marrë direkt nga lopët është natyral dhe më i pasur me lëndë ushqyese, por vjen me disa rreziqe nëse nuk trajtohet siç duhet. Le të zbulojmë çfarë po konsumojmë në të vërtetë. Qumështi industrial, a është ai vërtet i shëndetshëm? Qumështi industrial kalon nëpër disa procese përpara se të arrijë në raftet e supermarketeve. Proceset kryesore janë pasterizimi, homogenizimi dhe shtimi i kimikateve. Një pasterizimi, a humb vlerat ushqyese? Pasterizimi është një proces ku qumështi nxehet në temperatura të larta për të vrarë bakteret dhe për të zgjatur afatin e përdorimit. Por ky proces ka edhe pasoja negative. Shkatëron enzimën laktaz, kjo enzim ndihmon në tretjen e laktozës. Prandaj shumë njerëz që pinë qumësht industrial kanë fryrje dhe probleme me tretjen. Humbet vitaminat dhe mineralet, sidomos vitaminat e ndjeshme ndaj nxehtësisë si vitamina C, B6 dhe B12. Ndryshon strukturën e proteinave, që mund të çojë në reaksione alergjike të disa njerëz. 2. Homogenizimi, a është i dëmshëm? Në qumështin natyral, yndyra ndahet dhe ngrihet në sipërfaqe. Për ta parandaluar këtë, industria e qumështit e kalon atë në një proces të quajtur homogenizim, ku yndyra shpërndahet në mënyrë të barabartë. Problemi? Homogenizimi ndryshon strukturën e yndyrës duke e bërë atë më të vështirë për trupin të përpunojë. Disa studime sugjerojnë se kjo mund të ndikojë në sëmundjet e zemrës. 3. Aditivet dhe përpunimi i tepërt shumë qumështra industriale përmbajnë vitamina artificiale për të zëvendësuar ato që humbasin gjatë pasterizimit. Por trupi ynë i përpunon ndryshe vitaminat natyrale nga ato artificiale. Hormone dhe antibiotik. Lopët në fermat industriale trajtohen shpesh me hormone për të prodhuar më shumë qumësht dhe antibiotik për të parandaluar sëmundjet. Këto kimikate mund të mbeten në qumësht. Laktozë e shtuar. Disa qumështra kanë laktozë të shtuar për t'i dhënë një shije më të ëmbël. Për njerëzit që kanë intolerancë ndaj laktozës, kjo e përkeqëson situatën. 4. Qumështi pa yndyr, një mashtrim i madh. Shumë njerëz mendojnë se qumështi pa yndyr është më i shëndetshëm. Por ja e vërteta, kur hiqet yndyra, hiqen edhe vitaminat e tretshme në yndyrë si A, D edhe K. Për t'i dhënë një shije më të mirë, shpesh shtohen sheqerna dhe stabilizues. Disa studime sugjerojnë se njerëzit që konsumojnë qumësht të plotë kanë më pak rrezik për diabet dhe sëmundje të zemrës. Qumështi i fshatit, më natyral, por gjithmonë i sigurt. Qumështi i fshatit është ai që vjen direkt nga lopët, pa përpunim industrial. Ai ka disa avantazhe të rëndësishme, më shumë vitamina dhe minerale, nuk i ka humbur gjatë pasterizimit. Më shumë enzima natyrale që ndihmojnë në tretje. Më pak aditiv dhe hormone. Nëse lopët ushqehen në mënyrë natyrale. Shije më e pasur dhe më autentike. Dallimi në shije është i madh. Por, ka edhe disa rreziqe që duhen marrë parasysh. Bakteret, nëse qumështi nuk trajtohet siç duhet, mund të përmbajë baktere të rrezikshme si salmonella, E. coli dhe listeria. Ruajtja, qumështi i freskët prishet më shpejt, ndaj duhet konsumuar brenda disa ditësh. Origjina, jo çdo qumësht i fshatit është i pastër. Varet nga kushtet e higjienës dhe ushqimi i kafshëve. Çfarë duhet të zgjedhim? Nëse dëshironi qumësht të shëndetshëm, zgjidhni qumësht organik ose të freskët nga fermer të besueshëm. Nëse blini qumësht industrial, zgjidhni atë të plotë dhe organik. Lexoni etiketat për të shmangur qumështin me aditiv dhe sheqerna të shtuara. Nëse konsumoni qumësht të fshatit, sigurohuni që të jetë i freskët dhe nga një burim i sigurt. A keni menduar ndonjëherë se çfarë po pini? Ndani mendimet tuaja në komente. Pëlqejeni videon dhe ndiqni faqen për më shumë informacione mbi ushqimet që konsumojmë çdo ditë. Ky status është për qëllime edukative dhe nuk mbajmë përgjegjësi për zgjedhjet tuaja ushqimore.